Strukturat e Bashkisë Maliq po vijojnë aksionin për lirimin e hapësirave publike dhe pastrimin e inerteve në fshatin Veli Tërn, si dhe në zonat ndryshme të qytetit Maliqit. Kjo ndërhyrje synon rikthimin e hapësirave të zëna në funksion të komunitetit, për mirësimin e mjedisit urban dhe krijimin e kushteve më të mira për banorët. Sipas autoriteteve vendore, puna është përqendruar në largimin e materialeve inerte, sistemimin e zonave publike dhe rehabilitimin e hapësirave që shfrytëzoheshin nga qytetarët. Bashkia thekson se bashkëpunimi i komunitetit mbetet thelbësor për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike, duke u bërë thirrje qytetarëve të kontribuojnë në mbajtjen pastër të mjedisit dhe në respektimin e rregullave për përdorimin e tyre. Sipas zburimeve nga Bashkia Maliq, aksioni do të vijojë edhe në ditë të tjera, duke u shtrirë gradualisht në zona të territorit me synim për të garantuar një mjedis më të pastër e më funksional për të gjithë banorët.